Ato që njihen si vendet më të freskëta të Europës si Gjermania, Zvicra e Holanda, po digjen nga vava përvluese pa precedent që po thyen rekorde historike. Për shkak të fenomenit atmosferik të njohur si bloku Omega, temperaturat kanë kapërcyer 40 gradë Celsius. Gjermania pritet të shënojë vlerën rekord prej 41 gradësh. Zvicra arriti në 38 në Basel, ndërsa Holanda ka shpallur për herë të parë alarmin e kuq nga vapa. I nxehti ekstrem po shënon një numër shumë të lartë vdekjesh për një kohë të shkurtër. Spanja kryeson bilancin tragjik me të paktën 212 të vdekur në 4 ditë, e pasuar nga Franca me 48 viktima dhe Gjermania me mbi 20 humbje jete, kryesisht nga mbytyjet në përpjekje për t'u freskuar. Autoritetet pariziane ndalen konsumimin e pijeve alkolike në ambientet publike. Nga kjo e premte deri të shtunën, ndërsa presidenti francez Emmanuel Macron u bëri thirrje qytetarëve të ndihmojnë njëri tjetrin me kësaj vapet pa precedent. Shkencëtarët besojnë se ky fenomen i cili bllokon ajrin përvlues afrikan mbi kontinent mban vulën e krizës klimatike dhe do të ishte praktikisht i pamundur 50 vite më parë. Sipas meteorologëve, ky makth i nxehtësisë pritet të zgjasë paktën deri në fillim të javës së ardhshme.